Fillojmë inqizimin e videos 13. Conversation bised, listen and practice, ndëgjo dhe ushtro. Jimmy: How long have you known Mr. Smith? Sa kohë të gjatë e keni njohur zotëri Smithin? Sam: I have known him for 30 years. Unë e kam njohur atë për 30 vite. Jimmy: Then you have been good friends since high school. Atëherë ju keni qenë miq të mirë që nga shkolla e mesme. Sam: That's right, Jimmy. His family had a farm near my family's farm. Ashtu është, Jimmy. Familja e tij kishte një ferm afër fermës familjes time. Veli re, këtu jam mundu një sqarim. My sister's bag. Fjala është motra në njejs, çanta njejs, çanta e motrës sime. Veli re tani. My sister's bags, çantat e motrave të mia. We always walk to school together and we play together on the basketball team too. Ne gjithmonë esnim për në shkollë së bashku dhe luanim së bashku në ekipin e basketbollit gjithashtu. He visited me in Kosovo about 5 years ago and then he decided to move here. It's nice to be together again. Ai më vizitoi mua në Kosovë para 5 vite dhe atëherë ai vendosi të shpërngulej këtu. Është shumë mirë të jemi së bashku përsëri. Linda: Has Dad always worn the same hat? A ka mbajtur babi veç gjithmonë të njëjtën kapel? Babi: Yes, he has had it since our marriage. Po, ai ka patur atë që nga martesa jonë. Linda: Why doesn't he buy a new hat? Përse nuk blen ai një kapel të re? He can't find a new one. Ai nuk po mund të gjej një të mirë. How long has he looked? Sa kohë gjatë ka shikuar, ka kërkuar? Mabel: He has looked for months. It's hopeless. Ai ka kërkuar me muaj. Ishte pa shpresë.